Përshëndetje, ju uroj mirë se ardhi. Po hap takimin e 287 me radhë të Këshillit. Konstatoj prezencën. Në takim jemi prezent 5 anëtar të Këshillit dhe me këtë është plotësuar korumi për mbajtjen e takimit. Para se gjithash të nderuar anëtar të Këshillit Prokurorial, të nderuar të pranishëm, po fillojmë takimin. Para se gjithash, dua të vënë në dieni se përmes sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës dje kemi pranuar aktgjykimin themelor në Prishtinë, i cili në pikat 2 dhe 3 thekson se në pikën 2 anulohet vendimi i KPK numër 110/2025, 12/2025, i nxjerrë nga i padituri Këshilli Prokurorial i Kosovës. Dhe në 3, detyrohet i padituri Këshilli Prokurorial i Kosovës të aprovojë raportin e zgjedhjeve të datës 03/11/2025 në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi në nënshkrimit të detyrueshëm. Kjo është përmbajtja e aktgjykimit, andaj të nderuar anëtar të Këshillit, procedojmë me zbatimin e këtij aktgjykimi. Tjerash, Këshilli ka parapo rendin e ditës dhe si aktgjykimin, andaj po shkojmë edhe në një pikë tjetër të rendit ditës, raporti i Komisionit Zgjedhor. Po, atëherë të lutem, kush ka diçka me shtu? Falënderit, i nderuar i ushtrues detyre i Prokurorit të Shtetit, një herët edhe kryesuesi i këtij takimi, të nderuar anëtar, të nderuar të pranishëm, të nderuar media. Nga koha fundit kur jemi takuar dhe jemi dakorduar se përket rendit të kemi ashtu siç e cekët edhe vet, kemi pra një situatë tjetër juridike për shkak se ndërkohë kemi pranuar një aktgjykim që e tha edhe ushtruesi detyrës së Prokurorit të Shtetit, aktgjykimi numër 4224 thyje, aktgjykimi numër 4224 thyje për 2025 të datës 3/3/2020. Ato që i tha pak më parë ushtruesi detyrës së Prokurorit të Shtetit. Meqense pikërisht në pikën 2 që u përmend, pikë zgjedhor, unë propozoj që të shtohet kjo si pikë e rënit të ditës, për shkak se duhet i pri paraprakisht pikës 2 të rendit të ditës që ka të bëjë me shpalljen dhe certifikimin e rezultatit përfundimtar, sepse proceduralisht para kësaj raporti për procesin zgjedhor. Prandaj kërkoj që si pikë 2 e rënit ditës të futet pra raporti për procesin. Raporti për procesin zgjedhor, të cilën edhe me email ju kanë drejtuar para disa dite, e keni pranuar gjithë, po dhe tani e keni në kopje fizike. Prandaj kërkoj që këtë ndryshim të rënit të ditës sa i përket pikës 2 dhe pastaj të vazhdohet me pika tjera ashtu. Faleminderit i nderuar. Andaj kemi propozim nga anëtori i Këshillit Prokurorial të Kosovës si pikë të ndryshohet renditja e rendit të ditës dhe të futet si pikë në numër 2 raporti nga Komisioni Zgjedhor i Zgjedhjeve. E hedhim në votim ndryshim të rendit ditës. Kush është për? A ka kundër? A abstentojmë se raporti pika e rendit ditës është futur në rend të ditës. Umërja tua pika në rend të ditës. Me pastaj shkon të vendoset në tërësi. A ka dikush diçka me theksu deri më tani? Pyetje më shumë për drejtorin e sekretariatit. A ka nevojë të anulohet vendimi mbasi tash që kemi aktgjykimin e formës së prerë? Për proces verbal, shumë. Në aspektin procedural edhe në praktikën e Këshillit paraprakisht kemi pas situata drejt zbatimin e aktgjykimit të gjykatës themelore, prandaj një gjë e tillë edhe mund të bëhet, po edhe mund të mos bëhet. Falenderojmë drejtorin, po besoj që është
e qartë të aktgjykimit. Besoj që është e qartë të aktgjykimi i gjykatës, se në pikën 2 ka anuluar vendimin e numrin më shumë. Po. Atëherë, dhe hedhim në votim rendin e ditës me gjitha si pikë por, cilat është pika por. Po, me ditës të plotësuar dhe ndryshuar. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë, me 5 vota për, miratohet rendi i ditës me pikat që i përmbanu. Kalojmë në pikën 2 të rendit të ditës. Raporti i Komisionit Zgjedhor për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit Prokurorial të Kosovës nga radhët e prokurorëve. Për këtë pikë, fjalën i jap kryetarit Komisionit Zgjedhor Gashi, anëtari i Këshillit. Faleminderit, i nderuar ushtrues të tyre prokurorit të shtetit, të nderuar anëtar, të nderuar të pranishëm. Në zbatim të vendimit të KPK-s numër 805/2025, anëtarin prokuror të Këshillit Prokurorial të Kosovës nga radhët e prokurorive themelore nga komuniteti jo shumic apo gjinia e nënpërfaqësuar, Komisioni Zgjedhor ka zhvilluar procedurën e zgjedhjeve, ku me datë 1 nëntor 2025 në konferencën vjetore të prokurorëve është mbajtur procesi i zgjedhjes së anëtarit prokuror të Këshillit. Të drejtë votimi kanë 5 prokurorë kanë qenë të pranishëm dhe kanë marrë pjesë në votim. Procesi i votimit është zhvilluar sipas dispozitave të rregullorës dhe pas procesit të verifikimit dhe numërimit të votave janë shpallë si në vijim, ku kandidatja Elza Bajrami Kastrati ka fituar pra 74 vota, ndërsa Merita Kurtishi Kaka ka marrë 58 vota, 3 vota janë shpallë të pavlefshme. Procesi zgjedhor ka partnerë ndërkombëtar dhe organizatat e shoqërisë civile që kanë qenë prezent në sallën e konferencës, si dhe i tërë procesi është transmetuar drejt për së drejti pra në faqen e Facebook të sistemit prokurorial. Ashtu siç e theksuat më pas tani më i është nështruar një kontrolli gjyqësor dhe si tillë ka marrë përgjigje edhe nga gjykata dhe është përligjur edhe nga gjykata, andaj bazuar në dispozitat e rregullorës dhe vendimit për themelimin e Komisionit Zgjedhor, sipas kompetencave dhe përgjegjësive të komisionit. 10 paragrafi 2 të rregullorës kërkojmë nga KPK certifikimin e rezultatit përfundimtar të procesit zgjedhor. Ju falenderit. Falenderit të nderuar. Atëherë, a ka dikush me diskutuar lidhur me këtë? Nëse nuk ka, atëherë e hedhim në votim raportin procesin e zgjedhor për kandidatën nga radhët e prokurorëve. Kush është për? A ka kundër? Nuk ka kundër. Atëherë, me 5 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, miratohet raporti i Komisionit Zgjedhor për kandidatën prokuror për anëtar të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Me që e përfunduam këtë pikë, kalojmë në pikën e 3 sipas radhës. Shpallja dhe certifikimi i rezultatit përfundimtar të procesit zgjedhor për zgjedhjen e anëtarit prokurorit të Këshillit Prokurorial të Kosovës nga radhët e prokurorive themelore. Në këtë pikë, veç dua të theksoj se ne po zbatojmë aktgjykimin e Prishtinë me A numër 4224/2025, por njëkohësisht dua të theksoj se Këshilli Prokurorial në përbërje ka mbajtur edhe një ndër të tjera në rend ditë është para po edhe kjo pikë e rendit të ditës. Domethënë është konform dhe kompatibil me aktgjykimin për cilin është urdhëruar që të futet në rend të ditës. Andaj, a ka dikush lidhur me këtë çështje për diskutim? Apo për këtë pikë të rendit ditës çështje? Nuk. Atëherë,
Me që nuk kemi në diskutim, prokurorët Këshillit Prokuroria të Kosovës, nga radhët e prokurorive themelore nga komuniteti nën përfaqësuar i mbajtur me datë 01/11/2025. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë, me 5 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, aprovohet raporti për shpallja dhe certifikimi i rezultateve. Ju falenderoj shumë. Me që lidhur me këtë pikë është edhe pika e tretë. Betimi i anëtarit të Këshillit, lidhur me këtë pikë, kërkoj nga sekretariati që të bëj ftesën zyrtare, kështu që bëjmë një pauzë apo e ndërprejmë takimin deri në ora 13, kur do të takimin e betimit të anëtarit të Këshillit. Me kaq po bëjmë një ndërprerje deri në ora 13, derisa të krijohen kushtet procedurale për këtë pikë të rendit të ditës.